Ajo pjesa e parë ka përfundu, sa e përket Cila kryetarit. pjesë e parë e votimit? Po. Ka kaluar? Po. Sa vota sipas juve? Diku 170 ishin për vazhdimin e kryetarit Abdigjiku. Dhe kjo për juve? Po çka do të ishte një verdikt që u kërku prej një pjesë e delegatëve, edhe kjo u dha mendimi, mendoj që ishte një proces demokratik, u mbyll ky proces. A do të vazhdojë harmonia midis zyrtarëve të LDK-s për shkak që është parë një përplasje përpara këtij kuvendi? Po ke drejt, por megjithatë unë besoj që kjo i mbyll gjitha. Që të edhe kundërshtarët që ishin kritik ndaj Lumir Abdigjikut? Kundërshtari, po ata kanë pas një vlerësim tjetër, tani përgjigja është e qartë për krejt neve. U përmend nga disa delegat nëse jeni pro marrëveshjes me vetvendosin apo kundër? Ajo nuk është diskutu. Tash me vazhdu mas 30 minuta. Për atë çështje do diskutojmë. Kuvendi nuk e di cilat, sigurisht një 3-4 çështje. Jo tash. Po nuk e di metën kryesia me pa çka po ofrojnë tash, sigurisht lidhur me strategjinë e bisedimit, sigurisht do të ndodhë, po tash shihet. Për juve jeni pro një koalicioni LDK-VV apo jo? Po, të shohim tash, unë besoj që rendi është me mbyll këtë temë. Që i bie? Që i bie duhet të jetë një koalicion Kërkoni presidentin, kërkoni ja nuk e di, unë nuk më takon mua me përmendje si delegat e kom. Është në interes vendit në dhënë zgjidhje, është mirë vendosja dhe LDK-ja me gjetë një kompromis edhe për presidentin, edhe për qeverinë dhe me stabilizu gjithë situatën. I kanë votat të dy subjektet për presidentin? Po në qoftë se dojnë i kanë. Janë unik deputetet e LDK-s 18? Nuk e di. Ato nuk e di, rendi shpis, po më dhe situata e lyp tash me u rendit, anej ka duhet me kriju, do më thonë një unitet, veprimeve cili jep një zgjidhje drejt gjitha çështjeve të Kosovës. I gjithë populli po pret tash, s'ka nevojë me testua s'ken. Zgjidhje tjera s'ka, faleminderit.